Nëse nuk je tu mujt me u fokusu në kur gjë, nuk është faji jot, është neurobiologji. Atë ka ndodhur dhe ty kohëve të fundit me dash me këshyr një fel të kur mos me mri me këshyr deri në fund. Ja nis me lexu një libër, ja nis me çku nerva me një herë mas 2-3 faqeve. Kemi kry do punë të punës ose kemi bë detyrat e shkollës, nuk mundesh me çu deri në fund se të bëhen pajat. Kjo që po ndodh nuk është dembelizëm. Në fakt është një farë hormoni në tru që quhet dopamin e që prodhohet sa herë që na e marrim një shpërblim. Kur na këshyrim video të vazhdueshme në TikTok, të cilat janë të shkurtra, na e marrim një shpërblim pse secilën herë prej një videos që jemi tu e këshyr, e truni e ul nivelin e fokusit sepse për ata videot janë të shkurtra. E na kur dojna me po diçka më të gjatë që kërkon fokus më të madh, nuk mundemi sepse dopamina u mësu mu prodhu për 1-2 sekonda e te leximi duhet shumë kohë më e gjatë për me u prodhu. Çka ndodh është që kjo ulje e fokusit e ul edhe produktivitetin. Ti kur shkon punë më nuk je njëjti njeri. Në shkollë nuk mundesh mu fokusu me ngu arsimtarin ose me ngu profesorin e nuk mundesh me i kry detyrat që tu kanë dhënë. Qysh mundesh me e bë këtë është fillimisht me u largu prej rrjeteve sociale. Rrjetet sociale janë të ta shkatru trunin në një formë që ti as nuk je tu e kuptu. S'dyti dush me strukturu jetën tone pak më shumë. Dush me mësu trunin që kënaqësitë e shkurta janë të përkohshme, ndërsa kënaqësitë e gata janë ato që kanë rëndësi më shumë. Me ja nis me lexu pak më shumë, me ja nis me këshyr filma, me ja nis me bë aktivitet fizik e me u fokusu më shumë te vetja. Për më shumë këshilla rreth çysh me rrit fokusin, komento më poshtë, shpërndaje këtë video me shokët e tu, shihemi në videon e radhës.